Fillimisht ju falenderoj për interesimin që keni treguar, që të merrni edhe opinionin tim dhe informatat nga dora e parë që thuhet, se i përket arsyeve që i kanë apostrofuar, do thotë nuk e di sepse unë nuk kam marrë akoma dokument zyrtar. Sot kam kontaktuar ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë dhe kam kërkuar për tyre që të kërkojnë sqarim zyrtar, domethënë nga Ministria e Rendit të Shqipërisë për këtë publikim të këtij lajmi që kanë shpallë persona non grata. Çfarë do thotë ky vendim për një ish ushtar të SHK-s? Drejt me thonë, ajo që na kemi ditë më së miri të bëjmë, kemi bën kohën e duhur dhe kemi vazhduar që atëherë deri sot dhe do të vazhdojmë deri në fund jetës të shërbejmë këtë vatan. Dhe më për këtë arsye do thotë ky vendim që ka marrë qeveria e Shqipërisë është i pakuptim, bie ndesh me interesin ton kombëtar dhe nuk përputhet asesi do thotë me gjithat angazhim që e kam publik, do thotë tash e 3 dekada në shërbim të kauzës ton fetare dhe asaj kombëtare. Si ka me ndiku ky vendim në aktivitetin ton fetar, në aktivitetin ton kombëtar? Nuk ka me na pengu as pak, domthonë vetëm gjë që do të jetë privim i shumë miqve, dashamirëve, besimtarëve që janë në Shqipëri për të kontaktuar drejt për së drejt, kurse sa i përket aktivitetit tim, domethënë ai ka me vazhdu siç vazhdon çdo herë, do thotë në gjitha format e mundshme, nëpërmes ligjëratave nëpër xhamia, seminareve, tribunave, komunikimeve online, rrjeteve sociale, kështu që sikur se u tha dhe dykuna për postimet për krahjes time, se nëse e ndal fizikisht, do thotë Bekir Halimin, nuk e ndal që të deportohen në zemrat edhe mendjet e njerëzve, sepse njerëzit, siç edhe u pa nga reagimet e djeshme, ishte një përkrahje masive dhe një indinjatë dhe keqardhje masive kundër këtij vendimit. A është vendim politik apo është vendosje e vëmendjes nga situata? Sigurisht është politik, sepse nuk është as pak, domethënë, mbështetur në fakte konkrete të një veprimtarie që mund ta dëmtonte shtetin ton amë Shqipërinë. Është politik, propavia është politike, por është e padrejtë, edhe si e tillë, domethënë, trajtoj unë dhe trajtojnë shumë njerëz, dhe reagimet e njerëzve që na njohin tash e 3 dekada e më tepër nga Shqipëria dhe jashtë, do thotë tregojnë se ky vendim është puro politik dhe nuk ka as bazë juridike, nuk ka as bazë, do thotë, ligjore. Fatkeqësisht është njollë zez në zhvillimin e shtetësisë, do thotë, dhe sistemit politike dhe rendit kushtetues të Shqipërisë. Nuk ka marrë konfirmim zyrtar, e përmenda në fillim, presim domethënë që nëpërmes ambasadës sonë dhe shkresës që do bëj ambasadës së Shqipërisë në Maqedoni për të marrë, do thotë, edhe vendimi zyrtar për të pa dhe mbas saj për të vazhduar ankimimet tona, do thotë ankesat tona drejtuar institucioneve përkatëse në Shqipëri dhe këtu në Maqedoni. Edhe një herë Zoti e shpërbleft secili njeri që ka shpreh përkrahje publike ndaj neve si emër të personelit ton dhe familjes son. Do vazhdojmë ne të shërbejmë kauzën ton, fen ton islame dhe interesin ton kombëtar, ashtu sikur se kemi shërbyer gjatë dekadave të kaluara. Do vazhdojmë me të njëjtin intensitet, me të njëjtin vullnet, me të njëjtin elan, me të njëjtin sinqeritet dhe me të njëjtën transparencë. Na mendimet që i kemi publike, kemi me mia ligjërate publike, ku çdo mund t'i drejtohet atyre për të kuptuar profilin ton, identitetin ton, kauzën ton dhe shërbimin ton. Zoti shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.